narcoterroristas que foram neutralizados. Eu amava esse garoto, cara. Isso aqui foi crime. Evidente ali execuções. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor na preservação da liberdade humana. Favelat. Aty ku fëmijët qajnë me dënes nga mosushqyerja apo shpeshherë nga keqtrajtimi. Aty ku gratë dhe vajzat abuzohen në forma më të ndryshme të mundshme. Aty ku burra zgjedhin rrugët më të gabuara për të mbijetuar varfërisë ekstreme dhe dorëzohen në kthetrat e krimit që gjen habitatin e tij në lagjet e varfra periferike të Rio de Janeiros dhe Sao Paulos. Gjithçka nisi në vitin 1897, kur ish ushtarët e luftës së Canudos, të cilët mbetën pas stresi pasojë e luftës së përgjakshme, dhe ngritën kasollën në një kodër të quajtur Morro da Favela, emri për hap më pas për të gjitha zonat e tilla. Migrimi i brendshëm nga zonat rurale drejt qyteteve bëri që miliona njerëz të varfër të vendoseshin në favelat. Shteti brazilian nuk ofroi shërbime bazë, ujë, energji, shkolla, polici, duke krijuar boshllëk institucional. Në këtë boshllëk lindën dhe u forcuan strukturat kriminale lokale, që morën kontrollin mbi sigurinë, tregtinë dhe shpesh drejtësinë paralele. Solidaritet midis të burgosurve, veçanërisht midis atyre të Ilha Grande, i bëri bashkë kundër shtetit shtypës dhe u shndërruan në strukturat kriminale të organizuara, që kontrollonin trafikun e drogës dhe krimin armatosur në favelat e Rios. Vim tek ngjarjet e fundit ku gjithçka nisi nga një informacion i inteligjencës së policisë braziliane, që kishte sigurinë se një grup i rrezikshëm po përgatiste një ofensivë kundër grupeve rivale dhe forcave të sigurisë për të rifituar territore të humbura në vite. Kjo solli një vendim të guximshëm nga qeveria e shtetit të Rios, të nisë një operacion masiv për neutralizimin e strukturave të Comando Vermelhos, grupin kriminal të ashtu quajtur Komanda e Kuqe, një nga organizatat më të fuqishme të trafikut të drogës në Brazil. Presidenti i Brazilit, Luiz Inácio Lula da Silva, kërkoi hetim të pavarur, por mbrojti nevojën për rikthimin e sovranitetit shtetëror në territoret e pushtuara nga krimi. Ai tha se plaga e dhunës së drogës duhet të adresohej, duke bërë thirrje për punë të koordinuar që synon bandat, pa vënë në rrezik policinë dhe njerëzit e pafajshëm. Nuk mund ta pranojmë që krimi organizuar vazhdon të shkatërrojë familjet, të shtyp banorët dhe të përhap drogë dhe dhunë në të gjitha qytetet, thaj në një postim në X. Bastisa e përshkruar si më e madhe dhe më vdekëpruese në historinë e qytetit, përfshiu mbi 2500 oficerë dhe forca speciale. Operacioni nisi para agimit, rreth orës 4 të mëngjesit, kur policia ushtarake dhe civile, e mbështetur nga automjetet të blinduara, hyri në lagjet e varfra. Përleshet armatosura shpërthyen menjëherë, ndërsa trafikantët u kundërpërgjigjen me zjarr të dendur dhe vendosën barrikada nëpër rrugë. Autoritetet braziliane konfirmuan se për herë të parë, bandat kriminale përdorën dronë të armatosur për të hedhur eksploziv mbi forcat speciale. Spitalet lokale u mbushën me të plagosur. Deri në mesditë, bilanci i viktimave kishte arritur në 64 të vdekur, përfshirë 4 polic, 8 oficer dhe disa banor të favelave mbetën të plagosur, ndërsa pamje të rënda nga vendngjarja qarkulluan në rrjetet sociale, duke nxitur zemërim dhe frikë në qytet. Pjesa tjetër është histori, sepse ajo që do pasonte ishte një masakër e vërtet, me mbi 1300 të vdekur dhe dhjetra të plagosur.
Fillimisht bandat e reaguan me armë automatike, granata dhe dron të pajisur me eksploziv. U ngritën barrikada me autobuse dhe makina të djegura për të bllokuar hyrjen e policisë. Përleshjet zjatën rreth 18 orë, duke u përhapur në disa favela përreth. Banorët raportuan se tingujt e armëve nuk pushuan as një minutë, ndërsa këta të fundit rreshtuan në një rrugë 10 kufoma të gjetura gjatë natës për të identifikuar të nesërmen nga familjarët e tyre, të cilët fatkeqësisht do duhet të tërhiqnin trupat e të ndjerëve. Plani ishte që të dyshuarit të dërgoheshin në një kodër të pyllëzuar, ku një njësi operacioneve speciale do t'i priste në një prit. Viktimat priteshin në operacion, por nuk ishin të dëshiruara, tha Viktor Santos, kreu i sigurisë për shtetin e Rios, në një konferencë për shtyp. Ai gjithashtu premtoi një hetim për çdo sjellje të gabuar të policisë. Në përfundim të operacionit, u sekuestruan armë të rënda, granata, drogë, dronë dhe para. Sipas autoriteteve, ishte operacioni më vdekjeprurës në historinë moderne të Brazilit. Qeveria braziliane quajti operacionin sukses strategjik kundër krimit të organizuar, ndërsa organizatat e të drejtave të njerëzit akuzuan policinë për ekzekutime jashtëgjyqësore dhe mangësi në ruajtjen e provave. Tashmë Brazili ngelon nga debatet mbi zaptimin e politikave të sigurisë dhe gjithashtu perceptimi ndërkombëtar nuk la një shije të mirë, duke kritikuar shtetin mbi mënyrën e ashpër me të cilën zgjodhen të rikthejnë rendin dhe sigurinë në favelat e Rios. A mjaftoi kjo mësymje policore të rikthejë qetësinë dhe jetesën normale, apo ishte thjesht një sukses i kufizuar? Këtë veç koha mund ta tregojë, por ajo që duhet thënë është se investime në arsim, punësim dhe integrim social për banorët e favelas, po që do të ishte një fitore e përbashkët, pa derdhur gjak në muret të shkallët e një komuniteti që vetë fati i historisë e donte të ishin të pafat.